Çfarë bën ti këtu? Po e shoh babain tim. Pastaj do ta shohësh. Ik tash, s'bën të qëndrosh këtu. Jo, Jo? Tash do t'i tregoj babait tënd. Cili është ai? ato që e futën në dhe. Mos vish prej andej ku shkon babai. Jo? Po, prej andej vi. Por mos i trego askujt. Si është atje? Është një vend i bukur, me lule të bukura. A do të kthehet edhe babai im një ditë si ti? Mira, çfarë bën ti këtu? Hajde me Xhaxhin, hajde. Çe Xhaxhi ti ka këtu?
Po ti? Erdha ta shoh babin tim. Po unë të tregova që baba yt ka shku taj vendi largët. Taj vendi bukur. Ki këtu është vendi yt, apo? Po, është vendi im. Po këtu s'pas ka derë për andej. Ka. Por së pari duhet të mbyllet kjo, që të hapet ajo tjetra. A mund kur të kthehesh me ja dhënë një letër babit? Këtu e ke? Po ma jep. Do t'ja jap sa po ta takoj. Tash ik në shtëpi. Mirë? I dashur babi, duhet të kthehesh sa më shpejt. Nëna çan dhe thot pse shkove dhe na le vetëm. Ti ma nuk do të kesh as dertin e bukës, as të rrymës e as të ujit. Kujt do ja lë shtëpinë kur do të shkoj në punë? Kush do t'i ndihmoj erës në mësime? Unë i them se vet jam mësuar, se më ka mësuar babi, por ajo nuk më ndëgjon, vazhdon të çaj, kështu që mjaft pushove ktheu në shtëpi. Aja dhe letrën babit. Po, Edhe? edhe ai ta ka dërguar një letër ty. Ja. Shpirti i babit do të takojë një ditë. Mos u mërzit për mua o zemër. Të kam dërguar edhe të holla shumë. Jepja mamit, por thuaj se mi dha dikush dhe u largua. Prit pak. Mos ja ke dhënë dikujt tjetër letrën? Jo, pse? A ja ke dhënë Adem Hysenit? Po. Por baba im nuk ka punuar asnjëherë. Po, Ai nuk mund të hecë. por në atë vend ku është, këmbët i janë shëruar, edhe ai punon tash, punon më shumë se të gjithë. Ja, shif, ti ka dërguar gjithë këto para. Merri këto edhe qoja nënës. Ja këtu, nër çantë po t'i lë. Me nxipres ta shoh në këmbë. Letrën do ta mbaj unë.
Në rregull? Në rregull. Shko tash. Edhe mos harro. As një fjalë, as për mua, as për babi. Në rregull? Flit këtu. A ka mundësi ta di se çka është duke ndodhur? Ju jeni nana e vajzës. Po, Jeni ndonjë ditë tjetër. Vetëm. S'ka asgjë për t'u shqetësuar këtu. nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Për ju ndoshta jo që rini gjithë ditën këtu. Po për mua, po. Kush mi dërgon këto para? A nuk të tregova unë? Shko me mamin e mbledh lule, sa të bisedoj. Falemderojmë shumë që keni arritur të mos e kuptoj vdekjen e babait. Por mua më shqetëson puna e këtyne parave. Të kujt janë? Atë ditë, derisa po gropoja varin e burrit tuaj. Se nuk i mbajtët për vete. Do ishit bëj pasur. Sot varroset një njeri të pasur këtu. E dalloni varin e tij. Jo, As unë. Kjo është pjesa më e madhe e thesarit tuaj. Urdhro. jo. Nuk janë të mijat. Ju i keni paguar shpenzimet e varrimit. Janë gjetur në hisën tuaj. Pse çdo herë të shoh duke ardhur, asnjëherë duke hyrë? E po një ditë do të më zësh dhe mua duke hyrë. Jam i sigurt për këtë. Ti shumë dyer ke hap. Kam fillu ta ngatroj cili është vendi babit tim.
Kam dëshirë edhe unë t'i vendoj një shenjë. Si ki këtu. U bë